mision specifik për rastin Balluku. Pra edhe në aspektin politik, Rama këtë gjë e ka kuptuar që e ka të humbur, është i bllokuar edhe në aspektin politik. Në aspektin cinik, pasaj që e ka me shumë qef, kolegët tanë të emisionit Plug, emisionit investigativ Plug, kanë bërë një punë shumë të mirë, shumë shkëlqyer, kanë gjetur dhëna fantastike për ne, për pjesën e gazetarisë, ato janë dhëna dramatike për pjesën e shqiptarëve, se po i vjedhen lekët me një dorë, me i tërën, vjedhësh 50 milion euro, janë shifra që ne i flasim të një kështu, për ne shumë pak njerëz mund t'i kemë parë se janë 50 milion euro. Naturisht. Prandaj dhe ne nuk na duket se ne nuk e kemi idenë se sa është, se çfarë ndodh. Edhe flasim këtë gjë. Është blissful ignorance të quhet. Tani në aspektin cinik këtu ka një gjë shumë të bukur nga dosja Plug. Në letrat e tenderit që është bërë tenderi, ekzistojnë edhe dy ura që duhet të ishin të ndërtuara projekti mbas daljes nga njëra anë e tunelit. Edi Rama këtu ka qenë involvuar vetë totalisht duke shkuar, ka bërë 2-3 herë inaugurimin atij tunelit atje, ka bërë reklamimin asaj pune atje, e ka mbrojtur atë punë atje. Edhe në këtë aspekt është i pyetje thjesht për Ramën, ku është ura? Ku është ura? Ku është ura? Pra kjo ura, kemi dëgjuar tani edhe disa gazetarë tjerë që po tregojnë që e kanë parë ata, që kanë ndryshuar procedurat, po që edhe ura është hequr te procedurat e tjera, po fakti që nuk e bëjnë transparente, edhe pse duhet me ja tregu gazetarëve individualisht një lloj fakti të tillë, sepse është akuz shumë e rëndë. Kjo na kujton edhe kinematografinë e vjetër me pyetjen e famshme ç'bët urës. Ç'bët urës patjetër, po ne mund ta bëjmë edhe në aspektin që Edi Rama e ka kthy qeverisjen e vet gjithë 13 viteve e ka kthy, domethënë ka qeverisë me anë barsaletave, se kemi edhe barsaletat e famshme ne që këtu duhet ishte një urë, tha, po i kishte dhënë lekët ai tjetri, tha, ma tregoi, tha, ku është ura? Po ja, tha, këtu, po s'ka urë, tha, po e kishte marrë te shtëpia vetë, kishte thënë, po e shikon dhe jemi te shtëpia ime, tha, kjo është ura. Çfarë tha, po mos ishte heq kjo urë, tha, s'do kisha shtëpi. Edhe në këtë rast, mohabeti Ramës në këtë aspekt e shoh që edhe cinizmi i tij në këtë rast ka mbaruar, është i mbaruar te kjo aspekt. Në qoftë se qeverisja përfundon, pra në qoftë se ka një mbyllje të kësaj qeverisje e të gjatë, e të lodhshme, cilat mund të jenë pasojat? Shikoj, çështja tani është se Rama nga veprimet që i ka ndërmarrë duket se po kërkon kohë. E vetmja lëvizje Ramës që është duke bërë në këto momente është për të fituar kohë. Ku e bazohet kjo? Kjo bazohet tek vendimi që nuk ishte ndodhur ndonjëherë që kryeministri, Këshilli i Ministrave të ankimonte gjykatë kushtetuese një vendim të gjykatës të GJKO-s, këtë rast gjykatës speciale, e cila ishte shumë specifike, shumë e qartë te kërkesat, shumë ligjore duke edhe në aspektin e biles u kriju dhe i konkofonie e madhe është apo s'është ligjore, cënimi pushtetit. Kur aty ke të bësh me një hajdute, është një hajdute sade, pavarësisht pjesës që ne është shumë e rëndë. Përtej të folurës publike apo edhe nuancave që ne i japim, shqetësimi do të duhet të ekzistonte gjithmonë raport me statusin juridik të veprimeve të gjykatave. Po në rastin konkret kam një përshtypje dhe po e bëj pyetje më mirë se pyetja të nderon e të respekton. Kryeministri në këtë kërkesë që ka bërë ndaj gjykatës kushtetuese për ta në një kuptim për ta interpretuar, nuk duket sikur ka hallin e zëvendës kryeministres. Po patjetër, kjo është edhe lëvizja në këtë rast, sepse për çfarë po fiton ai kohë? Ai po fiton kohë edhe në aspektin sepse nuk po di dhe si të reagojë, sepse i gjë e tillë do i shkojë, ai po teston deri ku do i arri ky lak që po i ngushtohet dhe i ka vajt deri te dera e kryeministrisë apo deri te zyra e vet brenda, te zëvendësi vet. Kështu që në këtë aspekt, në çdo lloj lëvizje, në çdo lloj kohe largimi i tij nuk është më një opsion politik. Është e pashmangshme, domethënë nga qeveria që ai ka ndërtuar deri tani. Ky lloj degradimi është i pashmangshëm dhe çdo ditë që kalon i shton kostot dhe jo zgjedhjet Ramës në këtë lloj situate që. Në